Si mendoni? A do të kishte mundësi Edeni, që gjeografikisht ishte një territori të caktuar me kufi të caktuar, të mirëpriste 8 miliard pasardhës të Adamit? Apo 80 miliard? Absolutisht jo. Atëherë pse Zoti i tha Adamit punoje në mënyrë që kufit e Edenit të zgjeroheshin, të mbilleshin më shumë bimë dhe më shumë pemë dhe të kishte më shumë të korra, sepse do të kishte më shumë njerëz. Dhe gjithë toka që jashtë Edenit ishte në gjendje kaosi dhe me ferra, do të shndrohej në një Eden e kështu e gjithë toka do të mbushej me çfarë? Jo thjesht me lulkuqe. Kur po vinim nga Maqedonia mbrëm, po shikonim toka të rëndë mbushura me lulkuqe, me lule, por do të mbushej toka me lavdinë e Zotit. Edhe atëherë hajde të flisim bashkë me sociologët dhe me politologët në lidhje me burimet e pakta që planeti furnizon racë njerëzore në tokë. Nuk ka burime të pakta. Nuk ka burime të pakta. Zoti nuk bën gabime. Burimet janë të mjaftueshme, jo për 8 miliard, por shumëzoheni me sa doni numrin 8 miliard. E nëse këto burime janë të mjaftueshme në një tokë që është e korruptuar nga mëkati, që është e ndotur nga gjithçka shkatruese që njeriu ja bën tokës, imagjinoni se si do të ishte kur toka do të ishte e gjitha një Eden i madh, me burime të pakufishme. Amen. Tani kthehemi këtu. Në shekullin e 20, sociolog amerikan studiuan dy familje shumë të njohura. Njëra ishte familja e Jonathan Edwards, një nga predikuesit më të mëdhenj të shekulljve të mëparshëm dhe një nga teologët më të famshëm të krishterimit. Ndërsa studiojnë familjen e Jonathan Edwardsit dhe pasardhjen e tij, pra djalin, nipin, mbesën, vajzat, stërnipit, stërmbesat, familjen në vijim, zbulon ky sociolog në librin e vet që nga kjo familje, nga familja e këtij pastori, këtij teologu të famshëm, dalin qindra pastor, qindra profesor universiteti, gjyqtar, udhëheqës shoqëror. Në të njëjtën kohë studiohet gjithashtu një familje tjetër shumë e dhunshme dhe tërësisht e shkatruar moralisht. Personi që zakonisht përmendet në këtë studim është Max Jukes, një emër i përdorur për paraardhësin e kësaj familje që studiohet për brezat e tërë pas tij, për shkak të nivelit të lartë të kriminalitetit dhe të problemeve që Max Jukesi kishte. E dini se çfarë ndodh? Studiohet dhe studimi i vendosur nga sociologu amerikan Richard Dugdale në vitin 1877, tek libri që quhet The Jukes, A Study in Crime, Dugdale, autori i librit, ndoqi historinë e kësaj familje, familjes së Max Jukesit, dhe zbuloi që 1000 nga 1200 pasardhës të Max Jukesit